Zgjedhjet e shqiptarët I fitoi Lëvizja Besa në koalicion me RDK-n dhe unë sinqerisht atyre ju uroj këtë fitore dhe ju dëshiroj shumë sukses. Sekretari PDSH-s ju shprehi mbështetjen e plot opozitare të Partisë Demokratike Shqiptare këtij koalicioni dhe të njëjtën kohë konstatoj para opinionit se votat dhe mbështetja politike dhe deputetët tonë që I kemi fituar do t'jenë komplet në mbështetje të politikës dhe të Partisë Lëvizja Besa dhe të RDK-s. Kjo ishte deklarata e të parit të PDSH-s Mendu Thaçi pas përfundimit të zgjedhjeve të 11 dhjetorit të vitit të kaluar. Por 7 muaj më pas, kryeji I PDSH-s ka mendim tjetër për këtë subjekt politik. Unë kam shprehë dëshirë që të takohem edhe me drejtuesit e Lëvizjes Besa, po ata kishin një kërkesë tërësisht pa kuptueshme për mua. Kërkuan që takimi të mbahet jashtë opinionit publik, pa media. E për këtë televizioni 21 kërkoi që të marrë përgjigje edhe nga Lëvizja Besa, por nga kjo parti thonë se nuk duan të komentojnë deklaratat e Thaçit, që sipas tyre janë të çuditshme. Kryetari i BDI-s Ali Ahmeti dhe ai PDSH-s Mendu Thaçi zhvilluan një takim brëm. Pas takimit 2 orësh ata theksuan se ato janë pjesë e aktiviteteve për bashkëndimin e qëndrimeve brenda subjektit politik shqiptar rreth marrëveshjes së Përzhinës. Mbetet që edhe në të ardhmen këto takime në vazhdimsi të mbahen dhe të shohim se si të koordinojnë edhe më mirë punët që më me lehtësi të arrijmë deri tek realizimi I pikave që përfrihen në këtë marrëveshje. Kryetari I PDSH-s nuk e mohoi se ka ndryshuar qëndrimin ndaj kryetarit të BDI-s. Sipas tij, Ahmeti vazhdon të jetë oponenti kryesor politik I Partisë Demokratike Shqiptare. I pyetur nëse ka pasur ndonjë ofertë për të bërë pjesë e ekzekutivit, Thaçi tha se kjo nuk ka qenë pjesë e bisedimeve.